Përshëndetje kalamaj, si jeni? Jeni gjithë me ripa sigurimi? Jo ka shpjeguar shoferi çfarë si ka ripi sigurimit? Po goca, pse është pa rip sigurimi? Kush nuk ka rip sigurimi? Asi nuk e rip sigurimi, ta ka shpjeguar drejtuesi i mjetit çfarë si ka ripi sigurimit? He? Nuk ka rip sigurimi atë. Dëgjoni çaxhi policin tani, nëse se nuk u shpjegon çfarë si ka ripi sigurimit, ju mos pranoni transportoni në kushte të tilla. Dakord jeni me çaxhin? Po. Mirë. Zotëri, për sot ke tërheqje vëmendje për këtë rast. Nuk do të transportohen fëmijët të pasiguruar me ripa sigurimi. Ripi sigurimit ka një rëndësi shumë të madhe. Unë e veja sa jo heq. Je përgjegjës për të gjithë këtë automjet, për çfarë ke brenda, je përgjegjës ti dhe mban përgjegjës ti. Dakord? Alamaja, miru pafshim të ati? Miru pafshim. Mos pranoni transportonin kushte të tilla. Dakord jeni me të ati? Hajde, miru pafshim.